Mirë se erdhët në një ditë të veçantë, një ditë plot diell, plot ngjyra dhe plot aromë të freskët pranverore. Këtë herë, ne fluturuam drejt pranverës me zemrat hapur dhe me duart plot punë të bukura. Oborri ynë u mbush me jetë, gjallëri dhe shumë dashuri. Gjithçka u krijua nga duart e vogla të fëmijëve tanë të mrekullueshëm. Ishte një aventurë e mbushur me kujdes, krijimtari dhe buzëqeshje. E nisëm ditën duke mbjellë lule. Në fillim, hapëm tokën me kujdes, duke ndjerë në gishta aromën e saj të butë. Më pas, vendosëm farën, si një premtim të vogël që e bëm me shpirt. E mbuluam butë, me dashuri, si kur t'i thoshim. Ritu, lulozo, e na dhuro pak nga bukuria jote. Me pak ujë, pak diell dhe shumë përkujdesje, fara nisi të ndryshoj. Dita ditës, nga ajo doli një gjethe e imët, pastaj një tjetër. Dhe më pas, një lule e vërtet, që qeshte me diellin çdo mëngjes, na falte gëzim dhe na mësonte durimin e bukur të natyrës. Haris, apo më tregon se çfarë po bëjmë sot neve këtu? Po mbjellim. Lule. Po mbjellim lule. Ku I kemi marrë neve këto lulet? Kena marrë që të... I kemi marrë prej shtëpive tona? Edhe kemi ardhur me aja gjarëmi. Oh, një krem bati po shihet. Po shihet një krem këto. Wow! Këta krimbat që janë këto, ndihmojnë lulet për me u rrit, për arsye se ja u largojnë gjërat e dëmshme. Çfarë po bën me atë gjën që e ke në dorë? Ka me ujit ujet. Keme ju ujit lulet. Pse duhet me ujit neve lulet? I ndihmon uji për me u rrit ato? Bravo, faleminderit. Apo më tregon se apo kënaqesh këtu te kopshti sot? Po, sot do me naqe. Jeni duke u kënaq sot? Në shlajna po, në e fillin nonin. Çfarë keni bërë sot? Keni mbjell lule? Po, mbjell lule, po. Apo më tregon mua se çfarë ju nevojitet luleve për t'u rritur? 2 herë mbjell lule. 2 herë. Okej. A duhet me ujit lulet? Po, A duhet me pas dritë që me u rrit lulet? po, duhet. Pastaj u zhvendosëm në klasat punëtore. Në taracin me diell, shtruam pëlhurat e bardha që dukeshin si qielli I vogël I secilit fëmijë. Morëm penelat, hapëm kutit me ngjyra dhe nisëm të pikturojmë pranverën, ashtu siç e shihnim me sytë tanë. Lule shumë ngjyrshe që vallëzonin në erë, bletë që punonin pa u lodhur dhe flutura që loznin ndër deg si të ishin ngjyra që fluturonin në ajër. Na pëngjerosëm për shkollën të pëngjerosëm për me shku në klasë parë. Po, apo më tregon se në cilën stin jemi? Jemi në pranverës. Jemi në stinën e pranverës edhe koha është shumë e mirë. Po më tregoni se çfarë ngjyra keni përdorur këtu te kjo piktura që po e bëni? Unë kam përdorur kuqe. Ngjyrën e kuqe, është kjo ngjyra jote e preferuar? Pëngjerosëm. Ngjyrosni. Më tregon me çfarë rasti po ngjyrosni juve këtu? Për pranverën. Për pranverën, apo më tregon se cila ngjyra I ke përdorur? Kuqe. Ngjyrën e kuqe, është kjo ngjyra jote e preferuar? Kjo po më duket që qen ka një diell, një diell. Po kjo këtu? Bleta, po kjo këtu? Një zemër. Po këtë numrin 2, pse e keni bërë? Vetëm për shef, është numri jeti preferuar. Apo më tregon mua se në cilën stin jemi? Në pranverë. Në stinën e pranverës. Kur e kemi kohën kështu të ngrohtë? Në pranverë dhe në... Çfarë je duke ngjyroste? Po më tregon? Je duke ngjyros pranverën, e pas ke pamjen shumë bukur aty. Çfarë del në pranverë? Çka kemi në pranverë? Kemi lule. Ngjyrat nuk ishin vetëm në bojë, ato jetonin në buzëqeshjet tona, në sytë tanë plot dritë, në duart tona që krijonin me dashuri. Në mesin e kësaj bukurie, fëmijët nisin të thurin edhe vargje. Shkruan poezi për bletet e vogla që nuk pushojnë kurrë, për lulet që çelin me agimin, dhe pastaj I recituan vetë, me zërin e tyre të ngrohtë, plot jetë e imagjinat. Një blet me krahët të letë, fluturoj si erat në për lule shera. Në malet të lartë për të mbledhra shumë mjallë. Që do mjallin as më thua? Si që dua, mjallin e uruar dhe të ha gëzuar. Dimit për bëftas të mirë, veç asaj që dua, për thimëzë të mirë që më banë zhua kohën e vështirë. Po ti që s'pënën, më thua si jetën? Unë
kur të dua vitet të në qua, hanga mjalë juaj dhe nuk rritëm uaj. Vjen të atje vjen, pashës se së gjen, mjalë në mbroj dhe pic të pickaj. Shushëve qendra, shok juana mami maj, lita lullet I pickaj, te juana këtë puqan, lita lullet I kodjan. Puna blita dite nat, që te juana të është njore, dua me njore, të më përprisu se kam I natë, më piskaj në dhe mua, më përmuna se një këtua. Këtë shapun të reblit, se t'i fajnë e kivet, nuk e jave buzët maj, pranda blita të pickaj. Dhe kur u kthyem në klas, sollëm pranverën edhe në artin ton. Me pambuk të butë si re dhe karton me ngjyra të ndezura, ndërtuam lule të mrekullueshme. Zambak që dukeshin sikur po frymonin, lule dielli që qeshnin me dritën dhe përqafonin ngrohtësin. Çdo fëmijë krijoi lulen e vet, ashtu siç e ndjente në zemër. Disa ishin të kuqe si gëzimi, disa të verdha si dielli, dhe disa me të gjitha ngjyrat e ylberit bashk. Çfarë materiale ke përdor për me ndërtu lulen? Gjelbërta dhe të kuqe. Ngjyrën e gjelbërt edhe të kuqe edhe e kemi ngjyros këtë fletën prej kartoni. Po, Pse po e punon këto lule? Në cilën stinje jemi neve? pranverës. Stinën e pranverës. Çka kemi tjetër përpos luleve në pranverë? Murit lullet. Rriten lulet, dalin edhe pemët lulezojnë, edhe bletët, insektet, apo jo? Po, kom punu me pambëk maru pi lules. Po, pra, me pambukën e ke përdor për me punu një lule. Çfarë lloj lule është? Ja, më tregon mua, po më duket si lule dielli diçka. Lule dielli. Lule dielli, çfarë ngjyra ke përdor? E kom dur të verdhë dhe gjelbërt. Dhe kështu, aventura jon pranverore mori fund, por zemrat tona mbetën të mbushura me jetë. Sikur se cili prej nesh të kishte një kopsh të vogël brenda vetës që nuk pushon kurrë së lulezuari. Deri herën tjetër, miqtë e mi, mbillni një buzëqeshje, ujiteni me mirësi dhe kujdesuni për të tjerat, ashtu si për një lule. Vetëm kështu do të rritë dashuria në botë.